Kristian Aslani duket se do ta ketë shumë të vështirë të gjejë një sistemim të ri në këtë sezon, pasi nuk gjen skuadra të gatshme për t'u hapur dyert mes fushorit të kombëtares shqiptare. E fundit që i ka thënë jo një transferimi të mundshëm të tij është skuadra e Al Ittihad në Arabinë Saudite. Aslani i ishte ofruar klubit saudit nga Interi, që kërkonte të transferonte Musa Diabin në radhët e tij. Aslani u mendua disa ditë para se të thoshte po për një hipotezë të tillë, por duket jo edhe aq shpejt sa për të bindur arabët. Mediat italiane kanë bërë të ditur se Al Ittihad nuk e sheh si prioritet Aslanin, ndaj nuk ka pranuar që ta ketë atë pjesë të një pakete të mundshme për të transferuar Diabin tek Interi. Kjo vështirëson lëvizjen e mesfushorit nga Interi, që kërkon me çdo kusht ta shes, pasi Christian Kivu nuk e sheh pjesë të planeve të tij. Taulant Seferi bëhet me skuadër të re. Sulmuesi 29 vjeçari është larguar nga Bodrumspor duke kaluar te skuadra tjetër turke e Kayserispor, që sezonin e shkuar ra nga Superliga dhe do të luajë në ligën e parë. Shqiptari sezonin e shkuar ishte një nga lojtarët më në formë të Bodrumspor, teksa sezonin e kaluar shënoi 17 gola në 40 ndeshje, si dhe asistoi në 7 prej tyre. Sulmuesi i kombëtares shqiptare në të kaluarën përveç Bodrumspor ka qenë edhe pjesë e Banias, Vorskla Poltava, Tirana, Xamax, Winterthur, Volen, Young Boys dhe Rabotnicki. Marash Kumbulla është siguruar sot kthimin për edicionin e 3 të radhazin në kampionatin spanjoll të futbollit. Pas eksperiencave me Espanyol dhe Mallorca, mbrojtësi i kombëtares shqiptare është prezantuar sot si futbollisti më i ri i Rayo Vallecanos. Marash Kumbulla është një futbollist i ri i Rayo Vallecanos. Ai vjen në huazim nga Roma deri në fundin e sezonit, shkruhej në njoftimin e klubit spanjoll për firmën me mbrojtësin e kombëtares shqiptare. Kjo do të thotë se për Kumbullën përsëritet telashi i vjetër, pasi përsëri bëhet fjalë për një huazim dhe jo transferim përfundimtar. Prej 3 vitesh, Roma po mundohet t'i gjejë një sistemim dhe të shes kartonin e tij, por pa sukses, duke u detyruar ta jap vazhdimisht në huazim dhe pa i garantuar qëndrueshmëri vetë futbollistit të kombëtares shqiptare. Berat Gjimshiti po përfundon procedurat për transferimin nga radhët e Atalantës tek Al Diriyah në kampionatin e Arabisë Saudite, pasi ka gjetur shpejt akordin me klubin saudit. Gjimshiti ishte në vitin e fundit të kontratës me Atalantën, por kapiteni i kombëtares shqiptare të futbollit ka marrë një ofertë të parefuzueshme nga klubi saudit dhe insistoi për kalimin në kampionatin e lindjes së mesme. Atalanta do të përfitojë 3 milion euro nga shitja e tij, ndërsa janë mësuar edhe kushtet e kontratës që kanë bindur Gjimshitin të transferohet në Arabi. Sipas informacioneve nga sauditët, ai do të hedhë firmën me një kontratë 1+1, nga e cila do të përfitojë 4 milion euro në sezon. Kjo është padyshim një shifër marramendëse në krahasim me përfitimet e tij aktuale në Itali, ndërsa do e bëjë Gjimshitin futbollistin më të paguar të kombëtares shqiptare të futbollit. Albion Dramani duket se po bëhet gati për hapin e madh në karrierë. Sulmuesi i Spartës së Pragës mund të ndryshojë ekip, ndërsa Venetia në Serie A ka shfaqur interes. Kartoni i 25 vjeçarit vlerësohet 8 milion euro. Vetë Sparta ndërkohë pagoi 5 milion euro për ta transferuar nga Rapidi 2 vite më parë. Ramani vendosi rekord transferimit e Ballkani, kur trajner ishte Ilir Daja. Nga largimi i tij në vitin 2023 janë përfituar 1.35 milion euro. 25 vjeçari rezulton të jetë një nga talentet më me emër që Superliga e Kosovës prodhoi në vitet e fundit. Tashmë duket se është gati për eksperiencën e radhës. Arbnor Muxha mund të rikthehet në Belgjik. Sint-Truiden është seriozisht i interesuar për ta bashkuar sërish me grupin. Ka disa ditë që negociatat me Samsunspor vazhdojnë. Në anën tjetër, firma mund të vijë që këtë fundjavë. 27 vjeçari ishte në huazim te Sint-Truiden në edicionin e kaluar. Shënoi 6 gola në 28 paraqitje dhe eksperienca në Belgjik u konsiderua pozitive. Kujtojmë se te kombëtarja është harruar. Kujtojmë se ka edhe një vit kontratë. Për këtë, Samsunspor nuk duket se do pengoj shitjen e kartonit. Mohamed Salah mori numrin 10 të Trabzonspori fal Ernest Muçit. Futbollisti shqiptar vendosi vetë që të priste kështu yllin e Egjiptit, duke qenë se kjo fanell ishte dëshira e tij.
Ertugrul Dogan është presidenti i Trabzonsporit, që ka falenderuar publikisht Muçin. E falenderoj Muçin. Fakti që ai, me iniciativën e tij, shkoi dhe ja dha fanellën e tij Mohamed Salahut, mendoj se ishte një gest shumë i rëndësishëm dhe një tregues shumë domethënës. Të dy janë lojtarë shumë të vlefshëm për ne, por fakti që ai e bëri diçka të tillë me vullnetin e tij, vërtet më emocionoi mua dhe të gjithë lojtarët e tjerë. Prandaj, dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë edhe këtu, u shpreh Dogan. Armand Muslika ka firmosur kontratën e parë si profesionist me Tottenham Hotspur. Ky është raportimi nga Anglia për 17 vjeçarin e moshave të kombëtares. Ekskluzive. Mësohet se Armand Muslika ka nënshkruar kontratën e tij të parë profesionale me Tottenham Hotspur. 17 vjeçari i kombëtares së moshave të Shqipërisë konsiderohet një talent me shumë perspektivë dhe e mbylli sezonin e kaluar me 19 kontribute në gola plus asiste. Muslika mund të përshkruhet si një djall i goditjeve të dënimit, pasi sezonin e kaluar shënoi disa gola nga goditjet e lira, shkruan Lily White Rose. Pritshmëritë janë të mëdha, dhe Tottenhami e tregoi duke i besuar kontratën e parë si profesionist. Klubi Spartak të Moskës ka prezantuar sot zyrtarisht Mirlind Dakun si afrimin më të ri të tij. Futbollisti shqiptar është transferuar nga Rubin Kazan pasi Spartak Moskë bleu 11 milion euro kartonin e tij. Klubi bëri të ditur se Daku kishte firmosur për 3 vitet e ardhshme me të. Dashuroj të shënoj gola, tani do ta bëj për Spartakun. Ishin fjalët e Dakut në videon e prezantimit, ku ai shfaqej me fanellën e skuadrës së re. Sulmuesi ka zgjedhur numrin 19 në klubin e ri, një fanellë që përkon me atë që mban në radhët e kombëtares shqiptare. Arigjon Ibrahimovic foli për pozicionet ku ndihet më mirë, rolin si zëvendësuesi Luis Diazit te Bayern Munich dhe objektivat e tij për sezonin e ri. Futbollisti 20 vjeçar deklaroi se është i gatshëm të luajë kudo ku të ketë mundësi për Bayernin, edhe si zëvendësuesi Luis Diazit. Unë mund të luaj kudo në repartin ofensiv, në të majt, në të djathtë, si numër 10 ose si sulmues. Te Heidenheim madje kam luajtur edhe disa ndeshje si mbrojtës i djathtë. Diaz është një djalë shumë i mirë dhe me humor, i cili sjell shumë energji. Mezi pres të kaloj kohë me të dhe mund të mësoj shumë prej tij, sidomos sa i përket stilit të tij të lojës dhe kreativitetit. Kur ishim në Tokyo 3 vite më parë, luajtëm kundër Liverpoolit dhe Diazit. Pas vërshëllimit së fundit, shkëmbyem fanellat, tregoi futbollisti shqiptar, i cili është në listën e atyre që po monitorohen nga FSHF.